Po që se vendos ta pranoj, normal kushtetusja, po që se vendos ta pranoj, unë konsideroj se kjo kërkesë ka mu shpallë si pa pranueshme. Po, veç këta po thonë që është duke u shqyrtu. Po, fillimisht gjykata kushtetuese e shqyrton pranueshmërinë se jo të një çfarë do kërkesë. Okej. E normal që nëse vendos me shqyrtu atëherë vendimet e gjykatës kushtetuese janë direkt zbatueshme, në këtë rast nuk kanë më asnjë dilemë. Mirë, po besoj që nuk kemi as dilemë sa i përket se kush duhet ta propozoj kryetarin e kuvendit, sepse vullneti i popullit përmes zgjedhjeve pra është transmetuar, pra është ka shkuar në kuvend, pra ai shprehet, ai vullnet shprehet në kuvendin e Kosovës dhe përderisa kemi edhe një aktgjykim të kushtetutës ku përkuvizohen hapat, këtë rast partia fituese e propozon personin, atëherë mendoj që është prenate personale dhe pra po përdoret një retorikë kur thuhet se prenati është fakt që inati mirë, po inati është nga partit, po shprehet nga partit opozitare, të cilat pra si prenati që nuk kanë fitu, pra zgjedhje, pra tash më u shpërfaqin në një farforme dhe për blokojnë pra këtë gërsh, sepse blokad nuk është, pra një gërsh edhe nëse po kthehemi prapë te gjykata kushtetuese, nëse vendos me shqyrtu, po besoj që ai vendim është direkt i zbatueshëm. Ju po thoni që partia fituese e propozon kandidatin? Po, absolutisht. Dhe këta të tjerët partitë e ish opozitës, se sot nuk ka opozit, për çështje inate nuk po ja votojnë? Po, absolutisht, jo, ka, në fakt ka opozita. Ajo opozita që ka qenë është edhe sot, opozita që ka qenë edhe në mandatin e kaluar është edhe sot. Po flas për pjesën zyrtare, po e kuptoj që po më thu për shkak të numrave, por kur e propozon edhe dosh me apo votat, apo? Kur nuk i ki votat, dosh me këshyr që shmjergje. Për shka është zgjedh një deputet, pra për shka nuk është zgjedh për me bloku, ose me kriju ngërshje. E ka atë drejt, për shembull, në këtë rast partia fituese dhe duhet me votu. Ashtu edhe një vendim i gjykatës kushtetuese që interpreton këtë. Jo, s'është. Ku thot gjykata kushtetuese që deputet duhet me votu? E ka drejt për me propozu një person që për krye kuvendor. Me propozu, po, edhe e ka bo. Cili është roli pra në këtë rast i deputetit, qoftë opozita ose opozit? Roli është me vendos, me vullnetin e vetë, se çka do me bo. Me votu. Pse bash një individ ju një thirr për një individ kur Heku tash, heku për deklaratës politike. Heku për deklaratës... Të njëjtit deputet, njëjtat parti politike kanë votu ligje katastrofale. A dhe të qëndrojnë të deklarimit fillestar. Kanë votu, për shembull, kanë votu gjykata speciale, tash po kapen për një individ. Ato janë argumente politike tyne, hajde të folim çka tha ti. Ti deklarove që janë të obligu me votu. A mund është lutem me më tregu ku thot gjykata kushtetuese ose na i vendim? Jo në atë kuptimin detyrus. Okej, mirë, tash janë rregull. Detyrus. Mirë po, çfarë role ka në deputet? Tash kjo është interpretimi yti. Po mirë. Se fillimisht thot gjykata. Pse mos me votu për shembull? Pse mos me votu ato? Pyeti ata. Pse mos me votu? Pyeti ata. Okej. Partitë domthonë e vogla s'muj me imponu për shembull një partijës në këtë rast VB-s për me një kandidat. Nuk muj me ja imponu. Pra ajo ka vendos për atë individ edhe nuk muj, pra nuk ka kuptim për mia kur e ka drejtën. Kur e ka drejtën vetë... Po të që ka interpretanti, ajo qëtër qështje, ti thuj unë menoj kështu, menoj ashtu. Mirë do në di që se ka detyrim, se fillimisht deklarove që gjykata kushtetuese i obligon me votu. Qa ke deklaru dhe se ka dalim shumë të madh në mes të asaj që thot vendimi gjykatës kushtetuese dhe interpretimeve tona. Ajo që të gjë, ti mund është me thonë që për ty është e parësyshme që opozita blokon të mos votu. Po kjo është veç menimi yt. Ama kur jam veç menimin tën, vendimit i cili s'ekziston, mastaj bëhet shpikë publike në televizion. A mund të regjia na gjejnë vendimin e gjykatës kushtetuese sepse i obligon. Edhe unë kam lexuar po du opinioni me pa. Gjykata kushtetuese i vendos obligon me votu në 3 mënyra, po, jo dhe abstenim. Po. Jo, gjykata kushtetuese kur nuk të obligon kur gjë. Gjykata kushtetuese ti ka dhënë kornizat e sjelljes tone. Ti mund është me vendos
Për shembull, po.